zakon, faleminderit shumë, kjo futhje është për publikun më të mirë në botë që kam unë këtu në studio. Sepse në fakt ka qenë një javë e mbushur me tensione dhe me të papritura. E sonte dashurmiq, të gjitha pikpyetjet tuaja do të marrin përgjigje. Por me lejoni t'ju paralajmëroj përpara se të ndodhin ato, ke shkëptimjet. Ju e keni këto për të papriturat që marrin përgjigje sonte, përpara se të ndodhin keq kuptime, dalet nga konteksti se qëllimi ynë si produksion është pa diskutim për kraja e lirisë. Por për fat të keq, shumicën e rasteve jemi ne ata që krijojmë një kafaz me mendimet tona, një burg të padukshëm të mbushur me dyshime dhe pasiguri. Secili prej nesh është autentik dhe ngjyrat tona mund të zbehen vetëm kur bëjmë paktin për të përshtatur me norma shoqërore. Thënë kjo, unë dua ta nis menjëherë me ata të dy që i kam sonte bashkë, e më pëlqen kur janë bashkë, se jam e bindur që dinamikat shtohen. Pikërisht me pyetjen, çfarë mendojnë ata për lirinë në fakt? Mirëmbrëma Zhaku, që është një sonte. Faleminderit gjithashtu. Tu dua të më shohësh, Zhaku. Kështu të më shohësh, edhe më mirë Mina. Mirëmbrëma Castro, që është gjithmonë yll. Faleminderit, jo sa ky. Mirëmbrëma Shifolus. Bukur. Çfarë mendoni ju për lirinë? A mbahet një zog në kafaz? Ke pyetur dy njerëzit më të gabuar, besoj. Edhe unë të pyet se vërtet është, janë, ju personifikoni lirinë që nuk mbahet zogu në kafaz, ju dy ambasadorët e lirisë. I kemi këtu. Po, unë do të thoja, kam lexuar një shprehje shumë të bukur në librin e Elena Kadares, ku thuhet nga liria e një individi të vetëm, ndonjëherë varet dhe liria e një komuniteti të tërë. Kështu që ndonjëherë ka njerëz si puna jonë që lindin me fat edhe janë pak kokrisur, që kanë si një lloj misioni, si më thënë, që pak ja përcaktojnë vetes, pak mendojnë se ja ka përcaktuar i madhi Zot, edhe marri përsipër që do thyejnë barierat edhe për të tjerë të frymëzojnë, të bëhen pak dele të zeza për shoqërinë. Castro. Unë në fakt lirinë e shoh si një derivat të njeriut, unë mendoj pak më fatalist, në mënyrë më fataliste konceptin e lirisë, megjithatë për ta ndërlidhur me një seri para disa kohësh që unë përmenda paran e dua si një mjet për të më dhënë mua lirinë dhe për asnjë gjë tjetër. Do të thënë, është e vetmja që Mendon që paraja në fakt e jep lirinë? Mendoj që paraja është një element shumë i rëndësishëm që të jep lirinë. Pavarësia nga gjitha anët. Pavarësia. Qëndron. Trafik patët, se unë prandaj desh... Po ti qa mendon për lirinë? Erdi ora 9. Po ti qa mendon ti për lirinë? Unë shqyr jam në pozicion ku duhet jap mendime. Jo, mendoj që edhe ti je pak si ne, më shumë anon nga krau. Jam shumë pro pavarësisë. Dhe lirisë që ta jep kjo nga gjitha anët. E ke treguar me fakte. Faleminderit Gjaku, po nuk kam më komente për mua, jemi zotuar për këtë, sepse komentet tona janë gjithmonë për fermerët tanë, të cilët në fakt na kanë dhëruar ditë të çmendura. Por çfarë do të ndodhi sonte? Atë trafikun e përmenda jo pa shkak, në fakt pati shumë trafik edhe urojmë të gjithë liderave të BE-s mirë se erdhët në Shqipërinë tonë të bukur. Shihni sa e bukur është Shqipëria jona apo jo? Për të qëndruar kështu edhe në aktualitet, themi tek programi ynë, fermerët të tanë do të njoftohen dashurmiq, ju e dini tashmë që televotimi i hapur në Prime-in e shkuar, që është bërë shkaktar i shumë debateve dhe do kemi mundësinë të flasim sonte, në fakt është anulluar për shkak të daljes së papritur të limit. E meqense jemi te ky, do të kemi një intervistë ekskluzive të tij, edhe do të na thot arsyeën që e çoi në largimin nga ferma VIP 2. Dhe pa diskutim kryefjalën e momentit, largimin e Alba Pollozhanit. Por nuk janë gjitha këto, sepse çfarë pritet tjetër të ndodhë, fermerët do të realizojnë një sfidë buxheti, një televortim i ri do të hapet dhe një rrëfim i ndjerë do të na emocionojë të madh e të vogël. E meqense folëm për hyrjet e reja edhe kohët e fundit, si shumë hyrje dalje po bëhen, sonte do të hyj Olsi Vilyku. Qëndroni me ne dashurmiq, se siç e shihni nata e sotme do të jetë një maraton e vërtet. I tham të gjitha besoj, nëse kam harruar ndonjë gjë, do më kujtohet më vonë, nata është e gjatë, do i themi të gjitha sonte, sepse tani dua, nëse mendoni që dua të mbush këto koltuk që është bosh dhe jo pa arsye,
E keni gabim, në fakt dua të pozicionohem, të ulëm, të rahatohem, edhe ti them jemi mbrëmë atyre që po na presin. Ti shfrytëzoj një herë edhe unë këto mjete që kemi këtu. Faleminderit.